Unë, domethënë, qofse nuk kam nevojë të futem tani që të shikoj çfarë ndodh në rrjetet sociale, po ju siguroj një gjë. Se këtu kemi arrit. Ju siguroj një gjë. Në vend që të kryqëzojnë atë flok gjatin që futet si idiot dhe merr 2 verdha dhe tradhton ekipin, merren me arbitrin. Këtu arriti puna. Po se ashtu e kanë bërë. Sepse ato nesër dhe pas nesër do ikin një pizza dhe Arbeloa do thot kishin nevojë me shkarkuj çik truri psikologjikisht. Nisën sot për parti more. Ça do ikin nesër pas nesër sot. Sart, më fal tash se kjo s'është e drejtë që po bën Cicani. Po lëre tash se vetëm arbitri s'u merresh me arbitrin. Lëre me arbitrin më. Mo jam ke shumë të drejtë, jam shumë kam qenë këtu, masi fitoi Championsin. Këta nuk do bëjnë asnjë analizë si e fituan këtë Champions që e fituan më fat. Do kenë probleme, por 10 vjet nuk fitojnë më, kam thënë unë. Po, e ke thënë. Para 2 vitesh. Po ta kundërshton njëri. Tash nëse këta tifoz, që janë të Realit, merren me Kamavinga, me Arbelon, është gomarllëk, duhet merresh me Perez. Duhet merresh me këta që ne kemi 15 Champions. Po si i ke marr 15 Champions o vlla? I ke marr me lojë, se po ti merresh Po ti merre me lojën e Barcelonës, lojën e Bayernit, okay, kemi një strukturë, kemi lojë, kemi filozofi. Tifozët e Realit u ankuam se çoj Modric topin e art te Milani. E kupton ti çfarë? Na duhet pak ndihmë valla, çfarë bëjmë tash? E kupton ti ku arrin domethënë.